Punimet që po zhvillohen në aksin Shirok-Zogaj synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore në një prej zonave më të frekuentuara turistike të Bashkisë Shkodër. Ndërhyrja pritet të lehtësojë lëvizjen e banorëve dhe vizitorëve, ndërsa për bizneset që operojnë përgjatë vijës liçenore, përmirësimi i aksesit shihet si një mundësi për shtimin e aktivitetit ekonomik. Për vite me radhë, gjendja e amortizuar e rrugës dhe ngushtësia në disa segmente kanë krijuar vështirësi në qarkullim, veçanërisht gjatë periudhave me fluks të shtuar. Me vijimin e punimeve, aksi po përshtatet me kushte të reja infrastrukturore. Banorë dhe përfaqësues të bizneseve të zonës thonë se ndërhyrja ka lehtësuar lëvizjen, ndërsa gjatë sezonit turistik është konstatuar edhe prania e shtuar e vizitorëve. Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këto s'ke pas komunduar me 2 makina, këtu veç pleh zhomile ferra. Ky vend për mendimi tim ka dalë në drejt. Veç zhvillim, veç punë, veç panoram ka dalë ky vend. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, mendoj që ka për të kënë diçka krejt ndryshe dhe shumë pozitive për zonën. Na si kena ndërtuar një green business, jena diçka shumë, jo diçka, po shumë më të kënaqur në këtë vit sezonal. Pra mendoj se do të ketë edhe shtumje, edhe prurje më të mëdha për efekt rrugës, për efekt ndriçimit si pritet më u përfunu se drejt të vizat janë ba, ndriçimi po bëhet, parmakt janë vu, rruga është tru, mendoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për më ardhur me vizitu fshatin Zogaj. Shiroka dhe Zogaj janë ndër zona turistike përgjatë liçenit të Shkodrës ku gjatë viteve të fundit është arritur numri i strukturave të shërbimit dhe interesi i vizitorëve. Përfundimi i aksit rrugor pritet të ndikojë në aksesin drejt zonës dhe në funksionimin e aktiviteteve turistike dhe ekonomike përgjatë saj.